Është zbuluar se njerëzit postojnë shumë efekte anësore kur pinë ujë të ftohtë. Së pari, mund të shqetësojë aparatin tretës, teksa konsumoni ujë të ftohtë, enët e gjakut kurren, gjë që pengon aftësitë tretëse, mund të shkaktojnë shqetësime në stomak, dhimbje barku apo kapslëk. Së dyti, kur seni energji, trupi juaj përdor energji shtesë për të ngrohur ujin e ftohtë në mënyrë që të krijojë temperaturën mesatare. Kjo është arsyeja pse nuk duhet ta pini ujë me akull nëse nuk doni të ndjeni të raskapitur dhe të paaftë për të kryer detyrat e përditshme. Së treti, ngadalson rrahjet e zemrës. Uji i ftohtë stimulon nervin vagus, i cili përbën një pjesë të rëndësishme të sistemit nervor abdominal të trupit. Por mos harrojmë se krijon mukos në trupin tuaj gjithashtu. Pirja e ujit të ftohtë bën që mukoza në trupin tuaj të zgjerohet, sistemi juaj imunitar përkeqësohet dhe ai mund të çojë në shumë rrethana të pakëndshme, nga një hund që rrjedh deri në sëmundje të rënda. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.